Për motive të dobta dëmtuan me sende të forta dhe me mjet prerës 2 shtetas, arrestojnë 2 shtetas dhe shpallet në kërkim 1. 2 të dëmtuarit janë jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas njoftimit të marrë në orët e para të mëngjesit të sotëm për një konflikt ndërmjet disa shtetsave në lagjen Baba Recep, Sarandë, shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë organizuan punën dhe shkuan në vendngjarje, me qëllim zbardhjen e autorësisë dhe rrethanave të rastit. Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, u arrestuan shtetasit MH, 24 vjeç dhe XS, 27 vjeç. Si dhe u identifikua dhe u shpall në kërkim shtetasi FG. Nga veprimet hetimore dyshohet se shtetasit AG, MH dhe XS kanë shkuar në banesën e shtetasit BQ, ku për motive të dobta kanë goditur me sende të forta, shkopinj dhe me mjet prerës shtetasit EQ, BQ dhe AQ. Si pasojë janë dëmtuar shtetasit EQ dhe AG, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Punohet për kapjen e shtetasit FG, si dhe në drejtimin e prokurorisë, punohet për të zbardhur dhe dokumentuar të gjitha rrethanat e këtij rasti. Materialet procedurale ju referohen prokurorisë për veprime të mëtejshme për veprën penale, plagosje e rënd me dashje, kryer në bashkëpunim.